Komisioni Shtetëror Zgjedhori refuzoi të gjitha ankesat e LSDM-s dhe 7 ankesa të lëvizjes Besa. Lëvizja Besa dënon ashpër fjalorin e Nikola Gruevskit dhe sharjet e ovacionet anti-shqiptare të përkrahësve të tij. Rivotimi në Gostivar do të bëjë edhe më të paqartë formimin e qeverisë së ardhshme dhe vetë koalicionet mes partive. Ish-ministri i Financave Nikola Popovski vlerëson se tejkalimi i krizës ekonomike do të jetë shumë i dhimbshëm. Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se takohemi sërish. Lëvizja Besa nuk do të ankimojë vendimin e KSZ-s në gjykatën administrative pasi nuk i beson drejtësisë së këtij institucioni. Nga kjo parti thanë se e dinë se çfarë epilogu do të ketë, prandaj as nuk do të mundohen të lëshojnë ankesë. KSZ-ja dje refuzoi ankesën e fundit LSDM-s me 4 vota kundër, 4 pro dhe 1 abstenim të Subhi Jakubit. Prej 16 parashtresave të shtruara nga LSDM dhe Besa, vetëm 1 e Besës është pranuar, ndërsa 2 vetë LSDM i ka tërhequr. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dje refuzoi ankesën e fundit të LSDM-s, por pa rregullsitë të cilat kjo parti i ka vërejtur në vendvotimin 2011 në Tearc. Kjo pikë u shqyrtua 2 herë. Antarët e Këshillit Komunal Zgjedhor u sollën 2 herë nga Tearca për të treguar se si ka ndodhur që fillimisht të humb një fletë e votimit, e më pas të gjendet në kutinë e KSZ-s, e rrethuar me vot për VMRO dhe PMN. Administratorët që kanë shërbyer ditën e zgjedhjeve në vendin e votimit 2011 pranuan se nuk ishin numëruar fletat e votimit para se të nisë procesi dhe se këtë mangësi e kanë heshtur deri në fund të ditës për të mos e ndalur votimin. Por në fund, kur ishin numëruar të gjitha votat, numri i fletave të grisura nga grumbulli ishte i njëjtë me numrin e fletave të votimit, që gjendeshin në kuti, me çka u kuptua se fleta që në fillim të ditës kishte humbur, ishte futur në kuti pa u vërejtur nga komisionerët. Megjithatë, këto rrethana nuk ishin të mjaftueshme për antarët e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, të cilët nuk votuan për të përsëritur votimin në Tearc. 4 antarët e KSZ-s ishin kundër dhe 4 për të përsëritur votimin në Tearc. Ndryshim mund të bënte vetëm vota e Subhi Jakubit të BDI-s, i cili vendosi që ta lëshojnë mbledhjen dhe të mos votoj fare. Ndërkohë lëvizja Besa ka hequr dorë nga ankesa deri tek gjykata administrative, pasi nuk beson se ky institucion do të mund të merr vendime të pavarura pa ndikim nga politika. Nga kjo parti për televizionin Shenja, thanë se Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve morri vendim me diktat politik dhe e njëjta procedurë janë të sigurt se do të vijojë edhe në administrativen. E kjo ata i ka zmbrapsur nga ideja për t'u ankuar për 6 prej gjithsej 7 parashtresave të refuzuara. Lëvizja Besa nuk do të dorëzon ankesa deri tek gjykata administrative për parashtresa që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i hodhi poshtë me diktat politik. Kjo pasi ne nuk i besojmë më as asaj gjykate. Epilogu dihet që tani, thuhet në përgjigjen e lëvizjes Besa për televizionin Shenja. Pas 3 seancave maratonike të KSZ-s duke shkelur të gjitha afatet për vendimarrje, 13 parashtresa të LSDM-s dhe televizjes Besa u refuzuan. LSDM tërhoqi vetë 2 ankesa, ndërsa vetëm 1 ankesë mori miratimin e KSZ-s për rivotim në Gostivar. Ndërkohë, LSDM ka njoftuar se do të paraqesë 4 paditje deri tek gjykata administrative që kanë të bëjnë kryesisht me keqpërdorimet në njësinë e 6 zgjedhore. Zëdhënësi i kësaj partie Petr Shilegov tha se gjykata administrative është obliguar që t'i marrë parasysh të gjitha argumentet që ata do t'i deponojnë deri në fund të ditës dhe të marrin vendim të argumentuar mirë. Shilegov tha se Gruevski duhet dërguar në opozitë dhe qytetarëve të mundsohet qeverisja një kolektivi i cili punon në të mirën e tyre. LSDM-ja do të dorëzoj 4 ankesa në gjykatën administrative që lidhen me vendvotimet në njësinë e 6 zgjedhore. Gjykata administrative do të duhet të marrë parasysh të gjitha argumentet e dorëzuara me ankesën. KSZ-ja nuk ju përgjigj seriozisht detyrës për mbrojtjen e procesit zgjedhor. Institucionet duhet të punojnë në shërbim të qytetarëve. Regjimi është thyer, gjithçka ka përfunduar me Gruevski në politik. Maqedonia do të ketë qeveri që do të punojnë në interes të qytetarëve.
Ndërkohë, 5 pikat e shpallura dje nga kryetari PMLO PMANES Nikola Gruevski ka komentuar ish diplomati dhe analisti Alajdin Demiri me të në lidhje të drejtë për drejtë në lajmet orës 15:55 bisedoi gazetari ynë Arben Zeqiri. Ta ndjekim. Zoti Demiri, çfarë kuptuat nga fjalët e ish kryeministrit Gruevski në porosinë e djeshme apo në pikat që ai vendosi ku pati akuzat e rënda dhe ndaj ambasadorëve të huaj? Po, është një scenar të cilin ai gjatë kohës duke përgatitur, është scenari i eliminimit të politikë bërjes dhe të krijimit të qeverisë. Është një scenar i teorive të komplotit se gjithë dynjaja na ka faj dhe gjithë dynjaja na urojnë. Sindromi i cili ishte prezent në kohën e Miloševićit në Serbi, në kohët aty në luftave që ai bante, dhe tash është krejtësisht e qartë se ai ka vendosur në një mënyrë të drejtë për drejtë Maqedoninë të shtinë në turbulencë, për arsye se me këtë vokabular dhe me këtë mënyrë të sjelljes, ai thirret vetëm në VMRO-n si parti më të fortë me të cilën ai duhet të vazhdoj, sipas tij ai duhet të vazhdoj të sundoj dhe asnjë faktor tjetër nuk e ka parasysh. Unë mendoj se është një blluf i cili do të jetë fatal për Maqedoninë për arsye se në fazën e parë ai tash nuk do të mund të gjej partner të koalicionit. Pa marrë parasysh se si do të dalin rezultatet përfundimtare, se ende është e hapur ajo kohë dhe është e pakuptim në pritje të rezultateve të këtilla ai të sillet në këtë mënyrë. Do me thënë, është një agoni në të cilën ai është duke e shtyr VMRO-n dhe shtetin në një avantur kushtimisht thanur se epilogu është mund të jetë shumë i rëndë. Cili duhet të jetë tani duhet të jetë pozicioni i partive shqiptare, veç konkretisht edhe i BDI-s si parti që mori më tepër mandate në këto zgjedhje, kur dihet që të paktën deklarativisht kanë thënë që janë pro-perëndimor dhe për një miqësi me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gruevski tha që nuk do të ulet në Tryeza ku do të ketë ambasador të huaj. A duhet të ulet BDI dhe partitë e tjera shqiptare në atë Tryezë? Po shifni, tash situata qartësohet krejtësisht. Unë mendoj se Gruevski nuk mund gjej partner. Jo në blokun Maqedonës, po edhe në blokun shqiptar. Për arsye se këta pozita në të cilat ai tash lundron, jo pozita të ekskluzivitetit pro-rus. Që do të thotë se ai i përjashton gjithë strukturat pro-perëndimore dhe progresive kushtimisht ose të themi ashtu. Partitë politike shqiptare për herë të parë ka një pozicion të qartë. Të shkohet të gjithë partitë, përfshirë dhe BDI-n, që ta amnestohen për gjithë të këqijat që i kanë bërë dhe gjithë gafet dhe gjithë punët që i kanë bërë deri tash të amnestohen duke refuzuar koalicionimin me BDI-n. Më duket se partitë shqiptare janë vunë në këtë pozitë. Nuk ka mundësi që të koalicionohet me një parti të tillë dhe me një strukturë të tillë e cila është duke hapur haptazima pa asnjë rezervë. Është duke përhapur konfliktin, është duke përhapur rezistenca të mëdha në këtë shoqëri, në këtë shtet. Tash ardhmëria është në pyetje. A është një teori spekulative ose një teori e komplotit ndaj Maqedonisë? Unë mendoj se jo. Po është një histeri e brendshme e VMRO-s, të cila edhe posaçërisht kësaj elite politike, e cila tashmë e ka krejtësisht të qartë. Zgjedhjet janë o të tërhiqesh dhe të shkosh në burg o të vazhdojsh deri në fund. Kjo është logjika e kësaj politikë bërje të VMRO-s dhe çuditërisht ajo që është brengose se kjo politikë e Gruevskit me oligarkinë e vet, disa njerëz rreth tij, është duke u përkrahur nga VMRO-ja dhe brenga është këtu. Faleminderit shumë, Zoti Demiri. Avdi, atëherë dëgjuam bisedën me diplomatin Alajdin Demiri.
VMRO DPMNE dhe Gruevski dihet rrugën që kanë zgjedhur, ndërsa cilën rrugë do të zgjedhin Partitë Shqiptare, mbetet të mësojmë ditëve në vazhdim. Studio. Lëvizja Besa dënonash për fjalorin e Nikola Gruevskit dhe sharjet e ovacionet anti-shqiptare të përkrahësve të tij që dëgjoheshin këto 3 ditë para selisë së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Besa e troqi vërejtjen VMRO DPMNE-s dhe liderit të saj që të mos preken në marrëdhënie ndërretnike pasi shqiptarët më nuk bien prej agjendave të tilla dhe nuk lejojnë të bëhen mish për top e dikujt që nuk ua don të mirën. Besa kërkoi ruajtjen e gjaktësisë pasi çdo trazir mund t'i shkojë për shtati vetëm Nikola Gruevskit dhe siç i quajnë ata, vasalve të tij shqiptar. VMRO DPMNE nema da prihvati i nema da dozvoli kantonizacija i redefiniranje na državata. Lëvizja Besa ka kritikuar ashpër fjalorin e kryetarit të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski dhe të përkrahësve të tij, që thirrnin e ofendonin shqiptarët, por edhe përfaqësuesit diplomatik të shteteve që kanë ndërmjetësuar në zgjidhjen e krizës politike. Nga kjo parti shkruajnë se në paraqitjen e fundit të Gruevskit, u pa qartë se çfarë orientimi politik ka partia e tij dhe qeveria të cilën e ka udhëhequr me BDI-n. Nikola Gruevski është orientuar në politika që më së paku kanë për qëllim të ardhmen e ndritur të qytetarëve dhe perspektivën e tyre euroatlantike. Lëvizja Besa e dënon ashpër vokabularin e përdorur të Gruevskit, duke gjykuar se ajo gjuhë e shpije shtetin në fragmentime mbi vija etnike, sepse shqiptarët e Maqedonisë nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë që ndonjë politikan i papërgjegjshëm, siç është ai, t'i shkëpuz nga agjenda euroatlantike. Besa i dërgoi mesazh Gruevskit që as mos të tentoj të shkaktoj trazira ndëretnike dhe të mos tentoj të zbatoj agenda tjera anti-europiane. Ai duhet ta di se nëse dëshiron të kultivoj një agjendë tjetër, atje mund të shkoj vetëm Ali Ahmetin, por jo edhe me shqiptarët e Maqedonisë. Shkruan mëtej në reagimin e lëvizjes Besa dërguar medjave. Lëvizja Besa ju bëri thirrje shqiptarëve që të jenë indiferent ndaj ofendimeve dhe sharjeve në bazë etnike dhe të mos bëhen mish për top e ndonjë agjende politike. Besa ka kërkuar nga qytetarët që të ruajnë gjaktësinë, pasi çdo trazir eventuale i shkon për shtati vetëm Nikola Gruevski dhe siç i quajnë vazalve të tij shqiptar. Rivotimi në Gostivar jep mundësi LSDM-s që me 307 vota më tepër t'i merr një deputet VMRO DPMNE-s. Nëse ndodh kjo, atëherë dy partitë maqedonase barazohen në numër të mandateve duke fituar secila nga 50, ndërsa 10 deputetet e BDI-s nuk i mjaftojnë asnjërës për koalicionin qeverisës. Përfshirja një partie të tretë koalicionit do t'i siguronte një shumicë labile, e cila obligon që të gjithë deputetët të marrin pjesë në çdo seancë dhe pa asnjë mungesë. Sipas numrave aktual të mandateve dhe atyre që pritet të ndryshojnë pas rivotimit në Gostivar, zgjidhja më e mirë për një koalicion stabil që mund t'u qaset edhe reformave është koalicioni zgjeruar mes 4 partive që fituan më shumë deputet në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Rivotimi në Gostivar do të bëjë edhe më të paqartë formimin e qeverisë së ardhshme dhe vetë koalicionet mes partive që fituan mandate në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Me këtë, do të rritet edhe më shumë nevoja për formimin e një koalicioni të zgjeruar mes 4 partive që morën më shumë deputet në kuvend, VMRO, LSDM, BDI dhe Besa. Nëse edhe gjykata administrative konfirmon vendimin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe vendos për të përsëritur votimet në vendvotimin 0396-1 në Gostivar, LSDM-s do t'i mjaftojnë 307 vota për t'i marrë një deputet VMRO DPMNE-s, me çka do të barazohej numri i mandateve me nga 50 për secilën parti. Në këtë situatë 10 deputetet e BDI-s do të jenë të pamjaftueshme si për VMRO-n, ashtu edhe për LSDM-n, pasi për të votuar qeverinë e re do të mungoj edhe një deputet. Në këtë situatë, qoftë VMRO-ja ose qoftë LSDM-ja, përveç BDI-s do të duhet të përfshin në koalicion edhe një parti ose koalicion tjetër shqiptar. Me PD-shin, koalicioni do të ketë 62 deputet, ndërsa me Aleancën për Shqiptarët 63, por ky numër është në limitin e nevojshëm dhe për funksionimin e koalicionit në kuvend do të nevojitet prezenca e të gjithë deputetëve në secilën seancë. Mungesa eventuale e 2 ose 3 deputetëve do të bënte të pamundur miratimin e ligjeve, por në këtë koalicion, kuvendi nuk do të mund të miratoj asnjë ligj për të cilin nevojitet shumica e 2/3 të deputetëve apo 81 deputet.
Në këtë situatë, një qeveri dhe një shumicë stabile që do të mund të miratonte edhe reformat e nevojshme, do të ishte vetëm një koalicion i zgjeruar mes VMRO-s, LSDM-s, BDI-s dhe koalicionit Rilindje me Besë, të cilët bashkërisht do të përbënin 115 deputet që përbëjnë një shumicë absolute dhe të mjaftueshme edhe për ndryshime kushtetuese. Në rast se rivotimi në Gostivar nuk ndryshon numrat e mandateve, atëherë LSDM nuk mund të shpresojë në asnjë kombinim, ndërsa VMRO-DPMNE mund të formojë koalicion jo stabil. Me 51 deputetët e tyre dhe 10 deputetët e BDI-s, koalicioni deritanishëm do të ishte po ashtu në kufirin e 61 deputetëve, që edhe më shumë obligon prezencën e të gjithë deputetëve dhe nuk lejon as edhe një mungesë të vetme të deputetëve në seancë. Në këtë koalicion, duke u nisur nga deklaratat e mëparshme të liderëve të partive shqiptare, bëhet edhe më e vështirë mundësia për të siguruar partnerin e tretë të koalicionit. Një koalicion i zgjeruar tani më ka filluar të kërkohet edhe nga diplomatët ndërkombëtar nëse shihet si kusht edhe për zgjidhjen e kontestit me Greqinë për emrin e Maqedonisë, që është një nga pengesat për procesin integrues të vendit. E përditshmja greke Katimerini shkruan se ndërmjet OKB-s me Nimits pas formimit të qeverisë do të reaktivizohet për të zgjidhur kontestin e emrit dhe për këtë do të vizitojë Shkupin dhe Athinën, por sipas këtij shkrimi, për pranimin e një zgjidhje kompromisi në Maqedoni nevojitet një shumicë e fuqishme parlamentare. Përfundimi i zgjedhjeve parlamentare në vend ka reaktualizuar temën e kontestit të emrit që sipas mediave greke pritet të rikthehet në tryezën e bisedimeve që në fillim të vitit të ardhshëm. Duke u thirrur në burime brenda Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e përditshmja greke Katimerini shkruan se ndërmjetësi në bisedimet mes Shkupit dhe Athinës është i gatshëm që të reaktivizojë bisedimet, të cilat u ndërpren për shkak të zhvillimeve të brendshme në Maqedoni dhe Greqi. Nimits dëshiron që sa më shpejt të rifillojnë ndërmjetësimin për bisedimet, duket i gatshëm për të vizituar 2 kryeqytetet në fillim të vitit të ardhshëm, pasi në Shkup të formohet qeveria e re, me qëllim që të njoftohet me qëllimet e qeverisë së re, por edhe të Athinës. Pasi të krijojë një pasqyrë të qartë, do të kthehet me ide dhe propozime konkrete. Ndërmjetësi i OKB-s, i cili në shtator u takua me ministrat e jashtëm të 2 shteteve, nga përvoja e din se paraprakish për të pasur përparim në bisedime, është që të ekzistojnë 2 qeveri të fuqishme në të 2 shtetet. Shkruan Katimerini. Sipas gazetës greke, diplomatët perëndimor kanë ndrojnë nga formimi një qeverie të dobët dhe jo stabile, pasi vlerësojnë se e njëjta nuk do të mund të jetë negociatore e fuqishme për mbylljen e shpejtë të kontestit të emrit. Në shkrim potencohet se çfarëdo marrëveshje të arrihet mes 2 palëve do të jetë e patjetërsueshme të miratohet nga një shumicë më e gjerë në parlamentin e Maqedonisë, por sipas kushteve momentale, vlerësimet janë se çdo propozim i mundshëm me siguri do të vendoset në referendum dhe do të nevojitet një mbështetje e fuqishme politike që e njëjta të miratohet. Ish-ministri i Financave Nikola Popovski në intervistën për Radion Europa e Lirë ka thënë se për të ndryshuar gjendjen ekonomike në vend është i nevojshëm vullnet politik, ndërsa ka shtuar se politika ekonomike udhëhequr këto 7-8 vitet e fundit imponon që të ketë viktima nëse dëshirojmë që të kemi stabilitet ekonomik. Për përmirësimin e gjendjes ekonomike së pari është i nevojshëm vullnet politik, ndërsa së dyti duhet të ketë viktima të caktuara. Kështu është shprehur ish-ministri i Financave Nikola Popovski, i cili ka shtuar se duhet shtrënguar dhëmbët për të krijuar një platformë për sukses më të madh. Јас очекувам кризава да помине. Unë pres që kriza të kaloj relativisht shpejt dhe të formohet qeveri e re me pozicion të ri ekonomik. Ajo që është e sigurt se koncepcioni vjetër ekonomik, i cili deri diku vitin 2007-2008 e këndej po zbatohet, nuk do të mbjetoj, ndërsa ajo është politikë ekonomike e cila preferon rezultate zgjedhore të qeverisë, e jo përcaktim për ekonomia fatgjate të popullatës. Gjendja ekonomike e tanishme sipas tij pas këtyre 11 viteve udhëheqje jo vetëm që nuk i ka larguar viktimat e nevojshme në periudhë të caktuar, por i rrit ata për në të ardhmen. Sipas tij janë bërë hapa për të cilat është ditur se në të ardhmen do të duhet të korrigjohen në drejtim të kundërt. Еве да објаснам што мислам практично. Да речеме, të shpjegoj, viktima potencial të reformave do të jetë administrata publike në një mënyrë apo tjetër. Ndoshta nuk do të preket asnjëri në mënyrë direkte, po shpenzimet e përgjithshme për rroga në administratën publike duhet të ulen.
Nëse do të ulen rrogat, ose nuk do të rriten, apo do të ulet numri të punësuarve, ose të dyja së bashku, do të ketë viktimat e caktuar. Ai ka shtuar se të gjithë janë të vetëdijshëm se në 7-8 vitet e fundit niveli real i pensioneve është rritur në mënyrë drastike mbi nivelin e pagave reale. Ndrojmë temë, Universiteti Tetovës shënoi 22 vjetorin e themelimit me homazhe tek varrezat e Abdulselam Eminit dhe Fadil Sulejmanit. Gjithashtu organizua akademi solemne me pjesëmarrjen e personaliteteve të ndryshme nga Maqedonia, Shqipëria e Kosova, ndërsa Ministri i Arsimit i Republikës së Kosovës, Arsim Bajrami, mori titullin doktor honoris causa nga UT-ja. Me homazhe tek busti i dëshmorit të USHT-s Abdulselam Emini dhe tek varri i rektorit të parë të USHT-s Fadil Sulejmani, ka filluar manifestimi për shënimin e përvjetorit e 22 të këtij universiteti. Në mbrëmje në ambientet e Universitetit të Tetovës, u mbajt edhe një akademi përkujtimore ku morën pjesë personalitete nga vendi, nga Shqipëria dhe nga Kosova. Para të pranishmive një fjalë rasti mbajti edhe rektori i USHT-s Vullnet Ahmeti. Sot është ditë feste për Universitetin e Tetovës, për profesorët, studentët dhe për të gjithë ne. Ne sot festojmë për këtë ngjarje historike shekullore si popull, por edhe nderojmë veprën e lavdishme të parëve tanë, martirëve të kombit, sakrificën e mbar popullatës dhe angazhimin permanent të gjithë neve për këtë universitet, i cili në të tanishmen e turbut mburem, ta them, është shpresa kombëtare dhe ndërkombëtare për një shoqëri me vlera të qëndrueshme dhe garant për një të ardhje të ndryshme për të gjithë ne. Ndërkohë për nder të 22 vjetorit, u organizua edhe akademi solemne në USHT, si çdo herë në përvjetorin e themelimit, edhe si vjet Universiteti i Tetovës ndau titullin doktor honoris causa për profesorin dhe njëherit ministër i arsimit në qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami, dhe profesoreshën nga Gjermania, Bit Hen. Të falenderoj përzemërsisht Universitetin e Tetovës, universitetin tim, për këtë nderë që ma bën mu personalisht, po për këtë nderë që ja bën të gjithë gjeneratës e profesorëve të Universitetit të Prishtinës, të cilët 20 vite u tuan me këtë universitet nga një ëndër deri te një realitet, duke krijuar një universitet modern dhe bashkëkohor, i cili padyshim nuk e kishte vetëm rolin akademik, krijimin e intelektualëve dhe një klase intelektuale, po padyshim ishte edhe promotor dhe i bars i përpjekjeve të parreshtura të shqiptarëve për avancimin dhe përmirësimin e pozitës kushtetuese të shqiptarëve në Maqedoni. Gjithashtu Universiteti i Tetovës, në bashkëpunim me Universitetin e Illinoisit Verior nga Chicago e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, organizuan konferencë shkencore me temë ndikimi i politikës amerikane në promovimin e demokracisë, paqes, shtetëndërtimit, mëkëmbjes ekonomike si dhe mbrojtjes së vlerave kombëtare, fetare dhe qytetare në vendet e rajonit. Ekonomia e Shqipërisë përfitoi më shumë se gjysmë miliard euro nga turistët dhe vizitorët e huaj. NATO nuk dëshiron një luftë të ftohtë, thot sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Vazhdojmë me lajmet. Ekonomia e Shqipërisë përfitoi më shumë se gjysmë miliard euro nga turistët dhe vizitorët e huaj që hynë në vend për qëllime biznesi vetëm në 3 mujorin e tretë të vitit. Shifra është bërë publike nga Banka e Shqipërisë në bilancin 3 mujor të pagesave, sipas të dhënave për periudhën korrik shtator që përbën dhe pikën e sezonit turistik. Vizitorët e ardhur nga jashtë shpenzuan 521 milion euro në Shqipëri, ose 25% më shumë se njëjta periudhë e vitit kaluar. Ndërsa për 9 muajt e parë të vitit ekonomia ka përfituar nga shpenzimit e udhëtarëve që hynë nga vendet e tjera 1 miliard e 161 milion euro, ose mbi 15% më shumë se një vit më parë. Ky është niveli më i lartë i të ardhurave që është regjistruar ndonjëherë nga udhëtimet, por veç kontributit në rritjen ekonomike dhe punësim, shifrat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se të ardhurat e gjeneruara nga turizmi ishin burimi kryesor që kompensuan deficitin e lartë tregtar të ekonomisë.
Në kuadër të evakuimit të pjesës lindore të Halepit, i cili gjendet në rrethimin e regjimit të Asadit dhe grupeve të jashtme terroriste pro-regjimit, në qarkun Rejhanlë të qytetit Hatay është duke u ndërtuar një qytet tent me kapacitet prej 1000 personash. Sipas informacioneve të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e Shtypit dhe informacionit të plagosurit të cilët janë në gjendje kritike, do mjekohen në Turqi, pasi që janë nxjerrë nga zona e sigurisë në veri të Halepit dhe më pas janë dërguar në Idlib. Ndërsa në afërsi të pikës kufitare Xhilve Gëzu në qendrën akomodimit të pelegrinazhit janë duke u ndërtuar 18 tenda në një hapësirë prej 112 km2. Numrit plagosurve të cilët u sollën në zonën tampon në pikën kufitare Xhilve Gëzu nëpërmjet ndihmës së shpejtë arriti në 120 veta, 39 prej të cilëve ishin fëmijë. Ndërkohë, në kuadër të aktiviteteve humanitare, 216 kamion të gjysmëhënës turke dhe 381 kamion të IHH kaluan në Siri. Deri më tani nga Halepi janë evakuar afro 7500 persona, në mesin e cilëve rreth 4000 janë të plagosur. Gjithashtu bëhet ditur se numri atyre që presin të evakuohen është rreth 70000 persona. NATO nuk dëshiron një luftë të ftohtë, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg për të përditshme gjermane Bild. Deklaratat e tij vijnë para takimit të Këshillit NATO-Rusi. Ky është sinjal për takimin e Këshillit NATO-Rusi të hënën, ku NATO nuk dëshiron ndonjë përshkallëzim dhe nuk dëshiron një luftë të ftohtë, tha Stoltenberg në intervistë. Stoltenberg tha se NATO duhet vazhdoj bisedimet me Rusinë. Ambasadorët e NATO-s dhe diplomatët rusë pritet të diskutojnë rreth situatës në Ukrainën lindore gjatë takimit të Këshillit. Se përket Sirisë, Stoltenberg tha se NATO nuk do të marrë pjesë në një operacion ushtarak në Siri, duke shtuar se nganjëherë është e drejta që të përdoret ushtria, si për shembull në Afganistan, por ndonjëherë kostoja e mjeteve ushtarake do të ishte më e lartë se përfitimet. Stoltenberg shprehu shqetësimin për një konflikt më të gjerë rajonal në rastin e përfshirjes së NATO-s në konfliktin sirian, duke thënë se partnerët e NATO-s janë dakord se një lëvizje e tillë do të bënte situatën shumë më të tmerrshme. Si pasojë një sulmive të vrasës në Aden të Jemenit, të paktën 43 persona ushtar janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur, sipas informacioneve të marra nga burimet spitalore. Thuhet se sulmive të vrasës është organizuar në afërsi të shtëpisë së generalit Nasir El Amburi në rajonin Hurmekser. Dëshmitarët okular thanë se kamikazi është futur në mesin e ushtarëve që ishin mbledhur për të marrë rrogat e vonuara. Si pasojë e sulmit, të paktën 43 ushtarë kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur. Në një sulm me autobomb në hyrje të një garnizoni në rajonin Hurmekser më 10 dhjetor, të paktën 30 persona humbën jetën dhe 40 të tjerë mbetën të plagosur. Këtu të ndëruar shikues, kemi përfunduar me edicionin qendror të lajmeve në televizionin Shenja, ndërsa për më shumë informacione klikoni në faqen tonë të internetit shenja.tv. Nga unë natë në mirë.